Shqipëria do të përballet në mbrëmjen e nesërme kundër Anglisë, në ndeshjen e cila do të fillojë në orën 20:45, një përballje e cila pritet me një kuriozitet të madh, për shumë arsye. Për ta nisur që nga arsyeja e parë, ajo e stadiumit, teksa biletat janë shitur të gjitha një muaj e gjysmë përpara takimit. Ende nuk dihet nëse kjo ka ndodhur për shkak të një pushtimi të tifozëve shqiptar në Angli, apo kotëherë është edhe një interes i çmendur i tifozëve të Anglisë për të parë kombëtaren e tyre për herë të parë në drejtimin e Tuchel. Kjo është ndeshja e parë kualifikuese e botrorit dhe të dyja ekipet do të tentojnë që të marrin maksimumin, megjithse dihet se Anglia është një favorite absolute në letër dhe fitoreja e saj quotohet si gjëja më e sigurt në botë. A do të jetë e aftë Shqipëria që të bëjë një histori e cila do të befasonte gjithë Europën? Kjo mbetet që të shihet, por fillimisht duhet të kemi të qartë formacionin i cili do të zbresë në fushë. Nëse në mediat shqiptare qarkullon një njëjtë informacion i pandryshuar me ndeshjet e mëparshme të Shqipëria, në një prej mediave britanike qarkullon informacion krejtësisht i ri i kombëtares tonë, që pritet të zbresë në fushë kundër Anglisë. Një surprizë e madhe, pasi atje thuhet se treshja e sulmit do të përbëhet nga Armando Broja, Yasir Hasani dhe Ernest Muçi. Një zgjidhje kjo, e cila do të ishte shumë e bukur dhe do të pritej me kurreshjen e madhe nga ana e tifozëve shqiptar, pasi flitet për tre lojtar me aftësi teknike të shkëlqyera dhe mbi të gjitha që mund të zgjidhin ndeshjen të vetëm. Yasir Hasani ka bërë disa herë këtë gjë te kombëtarja. Armando Broja nuk ka nevojë për shumë prezantim, por edhe Ernest Muçi është një kalibri të rëndë. Madje historia e tij me anglezët është shumë më e bukur nga e shkuara, pasi në 2 ndeshje realizoi 3 gola kundër Aston Villës me fanellën e Legies së Varshavës. Kjo do të ishte padyshim një befasi e madhe, por e bukur për të parë kundër Anglisë. Kemi shumë vite që presim një herë dyshën Armando Broja Ernest Muçi për ta parë atë në kombëtare, por ende nuk ka ardhur momenti për të ndjekur shkëlqimin e tyre. Në mesfushë pritet që të luajnë Kristian Aslani, Ylber Ramadani dhe Kazim Laçi, të cilët do të jenë të pandryshuar. Pra edhe një herë tjetër, thuhet se nuk do t'i lihet vend me Don Berishës. Megjithse ky i fundit, edhe pse është një moshë fare më të vogël, ka marrë vendin e titullarit të Lecce, duke ulur në stol pikërisht lojtarin ton, Ylber Ramadanin. Surpriza tjetër më e madhe qëndron edhe në mbrojtje, ku nëse Ardian Ismaili do të rikuperohet plotësisht, sipas Sporting News, vendin e Mario Mitejt pritet që ta marrë Mihaj dhe jo Naser Ali. Kështu Silvinho mund të eksperimentoj për të dërguar në krahun e majtën e Amiens, i cili mbas shëritin e kapitenit të Famalicão në Portugali dhe deri tani është duke zhvilluar një sezon breslënës. Edhe në të shkuarën, Mihaj nuk e ka zhgënjur asnjëherë Silvinhon, megjithse ky i fundit i ka besuar fare pak. Pra nuk do të ishte as pak surprizë që në një moment të tillë Silvinho të besonte sërish te ky futbollist. Pra katërsha e mbrojtjes, sipas medias britanike, është me Ivan Balliun, Ardian Ismailin, Berat Gjimshitin dhe Nea Mihajin. Ndërkohë në port qëndron Thomas Strakosha, i cili për momentin nuk e ka ende një konkurrencë të fortë të kombëtarja, sidomos pas largimit të Etrit Berishës. Kjo është mënyra se si Shqipëria pritet që të rreshtohet kundër Anglisë në një version të një prej mediave britanike, por është një version i cili shkakton shumë kuriozitet edhe tek shqiptarët për të parë një 11 të tillë se si do të sillen në fushë, veçanërisht kundër Anglisë.